Siguranca trimoshave të BKH-s po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Shkruar nga Adrian Thano. Shkurt jo, nuk duhet. Kryeministri mund të ketë rezerva ndaj veprimeve të SPAK apo BKH-s, kjo është e drejtë dhe legjitime. Por retorika të tipit trimoshat me patllake janë të papërshtatshme dhe jo serioze. Mbi të gjitha janë të dëmshme. Pozicioni flet më fort se fjala. Kur hap gojën kryeministri nuk presim të dëgjojmë Fevziun apo Shako Hoxhën. Nëse ka pasur nxitim, papjekuri ose shkelje protokolli nga BKH, rruga e vetme është ajo institucionale. Komunikim zyrtar, reagime formale të brendshme mes institucioneve. Shteti nuk ka nevojë për sarkazëm publike. Ai flet pak, flet ftohtë dhe flet me përgjegjësi. Ironia është luksi atyre që nuk kanë pushtet. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.